Fillimisht isha ndër lidhje aty ku më ndërprej lidhja, nuk e di pse kërkoj falje. Pa problem. Domethënë kesh duke biseduar për dënimet, që mendoj se nuk janë dënimet adekuate, por duhet të pas parasysh se edhe dënimet në gjykatë shqiptuaren bazë të rrethanave të rastit, bazë rrethanave lehtësuese, rënduese në rastin konkret. Vjen deri te një dënim i merituar sipas mendimit të gjykatës, që për në rastet të ngjashme unë nuk pajtona siç e ceka edhe më herët, kena dënime shumë të ulta të cilat nuk po arrihet efekti i qëllimit të dënimit. Po. Dhe sa i përket mbrojtjes, ndërsa sa i përket viktimës, domethënë viktima është e paraparë te siguria e të pandehurit, siguria e pranisë të pandehurit në procedurë penale, domethënë është se mund të caktohet edhe si masë bashkë me një masë tjetër, domethënë ndalimi i personit, komunikimi me personin, domethënë me viktimën në fazën e hetimeve, ndërsa në rast se hetimet përfundojnë me një akt akuzë dhe akt akuzë përfundon në gjykatë dhe i njëjti shpallet fajtor, viktima ka të drejtën e kompenzimit të dëmit, domethënë realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest civil juridik, domethënë të paraqes se në gjykatë departament të përgjithshëm pa ditë për kompenzimin e dëmit, shqetësimet emocionale të cilat i njëjti ja ka shkaktuar. Po. Në fakt dusha më ndërlidh harta me Runin edhe të cilat veç. Leonora? Po, gjithashtu, edhe të rastet, domethënë edhe të rastet kur janë familjar apo kanë qenë familjar, mos harrohet të ceket se në bazë të ligjit të përparandalimit të dhunës në familje, domethënë është e parapame për që njëjtat të kërkohet, domethënë caktimi i urdhrit mbrojtje njëjti mos t'i afrohet në vend banim, në vendin e punës, në vendet publike me metra të caktuara sa e parashë gjykata që mund të parandalojë rrezikun që njëjti t'i shkaktoj shqetësime emocionale, ja ndalon që të komunikoj me të njëjtën. Po. Neta?